Mirëmëngjes të gjithëve të dashur miq, mirë se erdhët edhe sot në Vila 24. Kati të uroj një ditë të mbarë. Mirëmëngjes të dashur, faleminderit gjithashtu edhe për ty. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj një ditë bukur dhe juftoj këtu tek këndi joni gatimit për të parë receta që kemi përzgjedhur për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë sot? Sot do të shkojmë në Korçë, por jo vetëm, dhe në gjithë Shqipërinë, sepse është receta që them në Korçë është ky lakrori që bëjnë me lakër turshi. Lakër arme quhet ndryshe dhe me dy pet e bëjnë ato, por ka dhe mënyrë tjetër që e bëjnë me kuleç, do me thënë petët i hapin në kuleç, i brumin, e zën dhe bëjnë në kuleç të vegjël ashtu si bëjnë, por një pet lart, një pet poshtë edhe mbushja në mes. Pra e quhet edhe me lakror dhe me mbushje në mes. Gjithashtu atë që thash për gjithë Shqipërinë, sepse të gjithë e dim që dhe dim ta gatuajmë këtë mishin me mashurka, them unë, dhe me patate karot. Mashurka faktikisht neve themi këto të verdhat, të cilat janë vjeshtake, janë të vjeshtës. Tani ka në çdo stin, por që dikur kështu kanë qenë këto dhe kështu ishte ai lloji i mërtimit, ndërsa jeshillet janë ato, domethënë bishtajat, ato jeshillet. Barbunja. Po. Tani, neve çfarë do të na duhet për të përgatitur? Unë faktikisht do ta bëj me mish dhe kam filluar këtu që ta kem gati, domethënë e kam kavërdisur mishin. Filloj me njëherë duke thënë edhe përbërësit duke filluar edhe gatimin. I bëjmë një kavërdisje të mirë mishit, të cilën siç e shikoni e kam darë edhe në pjesë të vogla, nuk kam ato racionet e mëdhaja që të jetë një për person, mund të kemi 2 ose 3 për person, në bazë domethënë të masave të ndarjes së mishit. Këtu pasi është, si thua e shikoni, për arsye të kohës, kam patur kohë dhe mundësinë që t'i bëja këtë thekërimin e mirë të mishit për të nxjerrë atë shijen e mirë mishit. Dhe hedhim menjëherë, nuk kam shtuar asnjë gjë, thjesht fillimisht e kam kaluar në, domethënë zbutur, thjesht pavi yndyrë, shtova yndyrën, tani do të shtojmë edhe qepën. Qepën, edhe tani është momenti që të shtojmë edhe krip. Është ajo që ju them gjithmonë që unë kripën e shtoj në momentin që shtojmë qepën. Jo në fillim fare tek mishi, sepse nëse ua them gjithmonë këtë, nëse shtojmë që në fillim kripën, ajo domethënë forcohet. Gjë që ne nuk e duam. Sigurisht shumë pak, një pjesë të vogël të kripës, sepse pjesën tjetër të rregullimit të gjellës me sasinë e përfundimtare e bëjmë në vazhdim. Ndërkohë që do t'i bëjmë edhe me karota edhe me patate. Mashurkat përgjithsisht kanë nevojë dhe për ndonjë zarzavate tjetër për të trashur pak lëngun, se nuk është se... Po, prandaj dhe hidhet pjesa e patates, në rast se kundër se doni që ta bëni vetëm me mashurka, do me thënë mielin në fillim fare mund ta... Më falni. Mishin ta kaloni pak, ta pudrosni me pak miell për të bërë atë lidhjen e salsës. Por që kur, do me thënë, përdorim edhe patatin, nuk ka nevojë që të bëhet ai veprim. Tani, për pjesën e mashurkave, qoftë barbunjave, ose do të bëhet një kavërdisje në tenxhere më vete jo kur hedhim salsën brenda tek mishi, ose do t'i bëni një zjerje për 5 minuta në ujë të valuar, shtojmë këto mashurkat, që të na zihen për 5 minuta, dhe pastaj i kullojmë dhe i kemi gati për t'i shtuar tek pjesa e mishit. Tani, për punën e mishit, kjo varet se sa të madh e kemi, nëse është viç i vogël, ose është njom, do me thënë kështu, dhe zihet shpejt, nuk i shtojmë këto gjërat brenda, me të marrë këtë plugën, i shtojmë njëre mirë të gjitha. Në rast të kundër, do të lëm mishin që të bëhet gati, duke rregulluar tani me salsën, fillimisht hedhim salsën. Një lugë salsë, kam përzgjedhur unë. E kavërdisim salsën. Dhe domate të freskët që do t'ja shtojmë gjellës. Domate të freskët, dhe ndërkohë që do i shtoj dhe pak piper. Piper të kuq të ëmbël? Po. Ja hedh piperin fillimisht, do me thënë që të aromatizohet. Pasi kemi hedhur salsën, i kavërdisim tani, e sjellim edhe vërdall, do me thënë mishit. Dhe me njëherë këtu shtojmë edhe pure domate. Do me thënë domate të cilat i kemi kthyer në Më falë, se të ndërpreva. Thjesht përshia që këtë mbushjen e lakrorit e ke bërë? Po, do të tregojmë sepse është shumë e thjeshtë për të bërë. Dhe më duket shumë e shishme në fakt, kështu që do duhet
të prisni për të parë si është bërë kjo përgatitja. E sigur që do të jetë një recet që shijon shumë. Ne i kemi shumë të mira në fakt recetat tradicionale tonat. Dhe të dyja që vjen sot janë të tilla, po, me pak përbërës, por të gatuara me një mënyrë që shijon shumë. Këtu pasi shtojmë edhe domatin, i hedhim ujë në mas, jo më tepër. Në mas të mishit. Ujë të ngrohtë gjithmonë. Edhe kështu si që kemi, e lëm tani që të na zihet mishi. Dhe pastaj është ai moment tjetër, sot që kemi gjitha me. Me momente, sot jemi me momente të ndryshme. Ashtu. Tani e lëm mirë është që ta lëm në temperaturë të ulët në mesatare, që të bëhet avash-avash dhe të ngelet me lëngjet e veta. Dhe në ato lëngje pastaj të kemi që do të shtojmë brenda edhe barbunja, të shtojmë edhe pataten dhe karotën, do të jetë ai momenti i dytë që do t'i lëm përsëri një 30 minutë tjetër për të bërë gati. Tu do t'i lëm këto që të na zihen. Për momentin këtë recet do ta lëm këtu. Kjo është pothuajse, domethënë gjysmë e përfunduar. E kemi vërë përpara dhe kështu mund të bëjmë edhe në shtëpi, vendosim për të përgatitur gjellën në fillim, ne fillojmë përgatisim edhe një lakror, zëm brumin, mielin, do me thënë që e bëjmë brum, e lëm të qëndroj të pushoj të pak për 20 minuta, ndoshta ta lëni dhe 20 deri në 30 minuta është mirë për ta lënë, sepse kur e lëni ai hapet atë që them gjithmonë, shiko tani se si bëhen. Sa të mira na bëhen këto petët na. Edhe me dorë. Edhe unë i kam rreshtuar këtu një nga një. Ai veprimi tjetër që do të bëjmë mbasi kam bërë këto gati. Pastaj do kalojmë atje te pjesa e saj sepse dhe atë është shumë e thjeshtë. Jo, është e thjeshtë për të bërë, kështu që tani këtë do t'i vëmë një mbi një, marrim një lugë të pastër. Dhe do të bëjmë kam shkrirë, s'ka nevojë sepse ja e gjallë është kjo. Kam shkrirë gjallë, edhe vaj, dhe do t'i bashkoj bashkë. Dhe do të spërkaten të gjitha petët e vogla, që më pas të na ndihmojë në hapjen e 2 shtresave që do të kemi, një në fund dhe një në fillim. Dhe një në krye. Ndërsa duhet të them këtë që anvisat korçare që i përshëndesim dhe i duam shumë, sepse janë duar arta faktikisht, jo ato po të gjitha, gjithande. Këtë lloj byreku e bëjnë edhe me 2 petë, të cilat i hapin vetëm 2 petë, një poshtë dhe një lart. Edhe madje kur vendosin petën lart, nuk i hedhin edhe vaj e spërkasin me ujë, por ama atë lloj byreku ato e pikni në saç. Dhe do t'rregojmë edhe për pjesën e mbushjes pastaj. Po. Që se si e përgatisin mbushjen, sepse në vende të ndryshme, dhe më thënë të pavarësisht korça, ka mënyra të ndryshme. Në disa i hedhin vetëm këtë pjesën turshi, të lakrës. Pas gjë tjetër? Me vaj, dhe më thënë që ka përgatisin me vaj, pasi e shpërlajnë sepse nga ajo hera. Ndërsa në vende të tjera? Në vende të tjera i hedhin dhe një qep, ka vërdisin një qep, edhe shtojnë atë brenda. Ne si e kemi bërë sot? Unë e kam bërë me qep. Prandaj kam lënë qepën aty që ta tregoj, domethënë se si. Shumë mirë. Se si bëhet. Vazhdojmë edhe ndërtojmë. Aty vëmë edhe një. Nuk di se sa kemi hedhur tani. 1, 2, 3, 4 kemi vendosur, kjo është e 5-ta. E 5-ta, mirë. Do ta lëm për pjesën e fundit këtë, kështu që do të vëmë më tepër. Gjithmonë do një petë më shumë, sepse është ajo që do të mbaj mbushjen. Mbushjen, po, patjetër. To hapen kështu në dorë. Sa kemi tani 2, 4, 5. Tani kemi 5, 6 me 5. 6 me 5? Këtu kemi 6 të ndërtuara. 5 ka kanë edhe një këtu më mirë. E shtove edhe një. E shtova edhe një. Jo, dhe para se ta shtojmë, do të shtojmë këtë. Edhe pak gjalp edhe vaj. Gjalp edhe vaj bëjnë më të shkrifta. Kjo është mënyra ime e të përgatiturit. Ato i bëni vetëm me vaj, si ta kenë mundësin faktikisht, sepse që është e vërteta të dyja yndyrnat kur kombinohen, sigurisht që na i bëjnë më të shkrifta. Do ta lëm këtë këtu. Dhe do ta hapim në fund kur të vi koha për ta shtuar në tavë. Dhe të bëjmë edhe mbushjen e këtij lakrori. Tani, do bëjmë të njëjtën gjë derisa ti mbarojmë dhe këto petët, kështu që meqense e pam tek shtresa e fundit e tavës, shohim pak recetat. Le të lexojmë recetat në ekran. Çfarë po përgatuajmë ne sot? Mish me mashurka, patate e karota. Kjo është receta e plotë. 600 gram mish, 1 qep, 2 domate pure, 1 lugë salcë, 1 lugë piper të kuq speci. 800 gram mashurka, 2 patate mesatare, 1 karot, vaj, krip, piper, majdanoz dhe 1 gjethe dafine.
Receta e dytë është lakror me lakër turshi, 1 kg lakër turshi, 400 gram miell, 1 filxhan vaj, 50 gram gjalp, piper të zi, piper të kuq speci. Do të bëjmë një sallatë dimrore me patate, 3 patate, 1 qep të thatë, 2 qep të njoma, 1 karot, 2 kastraveca turshi ose 1 lug kaperi, 2 vezë të ziera, gjysmë filxhani kos, 2 lug majonez, 1 lug mustard, 1 lug mix erzash, kopër, majdanoz, 2 lug vaj, 2 lug lëng limoni, krip edhe piper. Okej, në të gjitha recetat që ne pam, automatikisht më vjen aty shumë t'ju them edhe produktet, të thoni ju pse, kemi bërë lakrorin që ka mielin në përbërje, kishim të sallatën dimrore tani që na do 2 kokra vezë të ziera, na duhet gjithashtu edhe kosi në recetat të saktuara, kështu që le t'ju kujtoj pak se kush janë produktet që ne gatuajmë këtu në Villa 24. Po e nis nga lakrori, po e nis nga petët me që kati sa po përfundoj së ndërtuari ato kalati quajtëm, të cilat do të kthehen në një shtresë shumë të shishme që do të mbajë atë mbushjen në lakërz dhe do të kemi një lakror në pak minuta. Në realizimin e këtij lakrori ne kemi përdorur mielin për çdo përdorim, mielin Ola nga kompania Atlas, është paketimi me ngjyrën blu, i pari që zë vendin kryesor në shtëpitë tona. E sigurisht që nuk do të lija pa përmendur edhe variantet të tjera të miellit që vinë sërish në emrin e Olës, siç është mielli i misrit i bardh apo i verdh, mielli bio, mielli integral, mielli për pica, mielli farinap që është në paketimet më të vogla me 2 ngjyra që identifikohen shumë lehtësisht, siç është e kuqja edhe e verdha, dhe menjëherë na vjen natyrshëm të kuptojmë që do të bëjmë një ëmbëlsirë në shtëpi. Kemi edhe figurën aty të kekut e të ëmbëlsirës, dhe mielli farinap është një zgjidhje, duhet thënë, shumë praktike në përgatitjen e ëmbëlsirave e kekut në mënyrë të veçantë, sepse na duhet thjesht ai paketimi i vogël për të përgatitur një kek. Asgjë tjetër, sepse i ka brenda edhe pluhurin fryrës, ka brenda edhe aromën e preferuar që ju do të zgjidhni të vaniljes për shembull, edhe jo vetëm, kështu që mjafton që të keni ato 5 minutën e nevojshëm për të përgatitur një brum keku dhe shumë shpejt do ta keni gati. Do të kemi një sallatë sot, sallatat janë gjithmonë shumë të shijshme nëse ne i shtojmë edhe thjesht një kokër vezë të zier. Ajo jep tërësisht një shije tjetër dhe për më tepër na jep edhe vlerat ushqyese që ne na nevojiten. Mëngjesi gjithashtu gjithmonë konsiderohet si nevoja e furnizuesit me energji, me proteina dhe me vlera ushqyese, dhe mënyra më e thjesht, më e shpejt, më e mundshme për të nisur ditën është pikërisht një kokër vezë e zier, një omlet e shpejt. Bukë me vezë bënim shpesh ne kur ishim më të vegjël, që unë i pëlqeja shumë. Sigurisht është veza ajo që bën diferencën, dhe ne këtu në Villa 24 gjithçka e përgatisim me vezën Ovital, e cila na mundëson kështu edhe cilësi në të 4 stinët e vitit. Ndërkohë që nuk do lija pa përmendur edhe produkte shumë të rëndësishme në kuzhinën tonë, të vulmetit, që nga qumshti, nga kosi, nga gjiza, njomëza, gjalpi, djathi kaçkavall, në cop apo i grirë, dhalla, kefiri e shumë produkte të tjera, të cilat janë të domosdoshme në frigoriferin tonë. E sigurisht që më të domosdoshme edhe më të sigurta, më të shijshme bëhen kur ne dim të zgjedhim produktin e duhur. Mjafton të shkruaj lufra dhe ju keni marrë produktin më të shëndetshëm edhe më të shijshëm në shtëpinë tuaj. E do të doja gjithashtu të përmendja shkurtimisht para se të jap kohën Katit, se cilat janë salçiçet më të shijshme që fluturojnë në frigorifer, që ndrojnë për pak kohë, sepse e sigur që do të konsumohen, janë salçiçet vudi, salçiçe pule, shumë të shijshme, të thjeshta, në përmasa të ndryshme, në paketime të ndryshme, për të përshtatur familjes suaj dhe dëshirës që keni për të konsumuar ato. Të thjeshta apo me djath, vudi është aty dhe gjithmonë sjell gëzim në tryezat tona, duke e kthyer një ditë të zakontë në një ditë feste. Ne tani do të kthehemi tek lakrori, meqense me ç'po shoh petën e parë e kemi pothuajse të hapur. Sepse ç'është e vërteta nuk do shikojmë të dytën se si hapen, këto hapen shumë shpejt, atë që kam thënë herë tjetër, qofte me dorë, qofte edhe kështu, domethënë me një ndihmës të këtij rulit, ato bëhen shumë shpejt gati. Do t'rregojmë në petën e dytë sepse unë mora kohë dhe përgatita e bëra gati tani. Dhe sa ta lëm këtë petën këtu dhe t'rregojmë tani mënyrën se si kemi arritur deri këtu te pjesa e mbushjes. E kam nisur më përpara, sepse duhet që të arrinim edhe kohën për të bërë gati.
veç se tani të tregoj që fillimisht këtu kemi marrë lakrën, dhe lakrën turshi. Faktikisht është, si thuash, turshia që preferohet shumë me fasule, me thjerza, me gatime, do me thënë të jetë mesore çdo ditë në tryezat tona. Është një nga ushqimet shumë të mira me probiotik dhe kjo na ndihmon shumë në shëndetin tonë. E kemi është do me thënë ushqim shumë i rëndësishëm. Qoftë këto, qoftë edhe kastravecat. Do me thënë janë goxha mira për t'i konsumuar, pothuajse t'i kemi në tryezat tona të përditshme. Këto tani, si që marri janë të kripura. I kullojmë atë lëngun e parë dhe e shikojmë se sa e kripur është. Nëse nuk ka atë kripën e tepruar, nuk ka nevojë dhe t'i shpërlajmë. I kalojmë direkt, do me thënë, vendosim në tigan, një kokër qep të madhe, ndoshta dhe 2 mesatare, i bëjmë një kavërdisje dhe më mbrapa shtojmë këtë lakrën, të cilën nuk e kemi kështu në copza, por, si që shikoni, unë e kam të grirë. E grim para se të vendosim brënda. E kavërdisim bashkë me qepën, të karamelizohet, të kthehet në një masë të tillë, i lëmë që të ftohet, prandaj doja që ta lëja të qëndronte, të ulte temperaturën, dhe për fatin e mirë unë këtë kokë lakrën e gjeta edhe me këto fezat e karotës brënda kishte, se ku kishte më duket edhe një spec të kuq, dhe këto kanë, do me thënë, kokra piperi, dafine, këto gjërat janë ato që i japin shumë shije dhe nuk ka nevojë, do me thënë, që të shtojmë asnjë gjë tjetër. Mirë po, unë përveç se kësaj kam shtuar edhe pak piper, i kam këto piper të kuq, edhe piper të zi, për t'i dhënë, do me thënë, një tjetër shije, të ja pak më tepër shijen. Zonjat nuk është se e përdonin, do me thënë, atë traditën, dhe atë që thash, ato i bënin vetëm me 2 pet, një pet poshtë, një pet lart, jo me këto kuleçët që i hapëm ne, këto i bëjnë, do me thënë, që ta bëjnë petën pak më të shkrifaruar, pak ashtu, se për t'i dhënë më tepër shije. Ato i bënin ashtu se e bënin në prush, e bënin në saç, do me thënë, kishte tjetër shije, merrte vetë atë shijen, nga pjekja dhe nga këto. Dhe ne për t'i shtuar shijen, shtojmë këto gjëra që jetë, si thua, ngrënësme sa më ngjashëm edhe me recetën tradicionale. Prandaj thash që në mënyrën e tyre e bënin ashtu madje edhe kur e bënin me 2 peta, një zonjë më thaj që e spërkasnin me ujë dhe nuk iznin dhe fare i ndyrë. Dhe bëjsh si kulaç i pjekur. Dhe unë jam dakord me këtë gjë, sepse vërtet dhe mua më kujton atë gjë, do me thënë ato kulaçët e pjekur që na ngelesh nga petët e brumit dhe i piqnim në prush dhe kishin një shije fantastike. Por ama më thanë që i bënin në saç, në dru. Do me thënë ato. Dhe ka tjetër shije pa tjetër, që ka një tjetër shije. Këtu tani, unë kam përdorur gjalp edhe vaj. Të dyja, do me thënë, që të marim një shije të mirë. Edhe marim edhe këtë petën. Ka marrë me këtë, por edhe me dorë, por hajde me... Ke nevoj për mua, jo? Oke, ja, e vëm këtu direkt. Bënë më mirë me dorë se sa me këtë. Skurt. E afrojmë kështu. Dhe pita kantit hapet dhe meza se qahet. Hapen këtu. Nuk është si hapun që është e vërtet, Anila, por unë këto do t'i presto, anash se nuk e dua kështu, dhe do t'i hedh në pjesën e brëndshme, do t'a hedh për mbi. Nuk i dua ato ansore? Jo, nuk i dua këto ansore. Kështu që, ja, marim këto thikën, do shta është e madhe. Po ta hedhim bushjen dhe pastaj ta bëjmë atë gjë. Po, se mos na e tërheq pak bushjen nga pesha dhe nga nxehtësia që ka gatimi. Më duket se na u fik një sob këtej ta shoqër se. Pa shikoj Anila, dhe ulma të lutem atë të mishit. E ula. Është fikur kjo e mashurkave, ta ndez për apo? Sa ta çoj mishin? Mashurkat janë për gati, Anila, edhe të dy, do me thënë të mishit vete e treshi, mashurkat fiki fare. Okej, ashtu e bëra. Faleminderit. Të lutem. E mbushëm. Shiko tani, t'je me sinqertë, unë do t'i hedh pak nga kjo me gjalp brënda. Okej. Se dimër është tani, dhe këto gatimet bëhen në dimër, që të shijojnë pak. Lakra është e dimrit. Ose tjetra që mund të bëj, me që e prem kështu. Këto pjesët, i hedhim kështu. Brenda, nuk e qajmë dëm. Jo, e hedhim brenda.
Asgjë në kuzhinë nuk duhet të shkoj dëm, siç themi gjithmonë. Gjithçka ka një mënyrë për ta përdorur. Se tjetra, do të bëj atë thëmbrën e plot. Shtresa e dytë, peta e dytë. Kështu që i hedhim këto kështu, duke i hapur edhe pak. Edhe pak të tjetër. E pastaj të hapim edhe petën tjetër. petën tjetër. Ndërkohë, sobën e kemi ndezur, furrën e sobës e kemi ngrohur përpara. Një detaj i rëndësishëm në kuzhinë, sa herë që vendosim diçka për të pjekur, asnjëherë të mos jetë furra e ftohtë. Pra, kur të vendoset gatimi, të filloj me një herë pjekja dhe jo të pritet të qëndrojë në temperaturë të ftohtë. Tani hapim edhe petën tjetër. Me duar, mundojmë të hapim këto anët. Që të hapim pak më tepër. Kuptoj. Se në mes tani neve kemi hedhur petë. Ja, këto hapim sa shikohet kjo. Shikohet dora. Më thënë është hapur goxha. E puthisim me petën tjetër. Sigurisht dhe një spërkatje të fundit. Pa tjetër. Ne do t'i hedhim vaj. Thamë që zonjat këtë e bënin pa vaj, po e spërkasni me ujë. Do i hedhim vaj edhe ujë dhe neve. Vaj edhe ujë, okej. Me qënë se jemi duke ju afruar momentit për të vendosur në furrë, do themi edhe temperaturën e pjekjes. Si të gjitha ato? Do të mbyllim dhe pak tukati? Si të gjitha, do me thënë 180 gradë, edhe do t'a lëm për 20-25 minuta. Okej. Si të gjitha byreqet. Në spërkatje të fundit për ta mbajtur të butë korën gjatë pjekjes me ujë dhe në përzierjen me gjalpe dhe vaj, që e kemi përdorur që në fillim, që në ndarjen e petëve ashtu edhe duke ashtuar pakës Shumë rëndësi unë japë pjesës anëve. Thëmbrave që themi, nuk është se kemi bërë ndonjë thëmbër, thjesht i kemi puthitur me njëra tjetër. Një palosi. Një palosi. Edhe Okej. Okej. Edhe një spërkatje me ujë dhe në furrë. edhe në furrë. Dhe shumë mirë në fakt, sepse kemi përfunduar fiks në minutën e fundit të pjesës të parë, që do të thot i kushtuam kohën edhe rëndësinë e vet, ja u treguam nga fillimi në fund, që do të thot thjesht do presim të piqet dhe t'ju ja tregojmë në fund të pjesës të dytë se si do të jetë lakrori me lakër turshi. E çojmë në furrë për rreth 20-25 minuta me temperaturën 180 gradë. Dhe do t'a kemi gati. Okej. E kryem. Tani, ne do marim pak kohë, sistemojmë kuzhinën, Pa tjetër. edhe kur të kthehemi, do përfundojmë mashurkat, sepse ka ende punë, ende nuk është shtuar pjesa e perimeve, patateve, karotave, mashurkat i kemi në tenxhere më vete, mishin e kemi në tenxhere më vete, kemi dhe një salat për të përgatitur, kështu që qëndroni me ne dhe kur të kthehemi e vijojmë punën këtu ku e kemi lënë edhe me shpjegimet e nevojshme dhe do të rikthejmë dhe një recetat për ju që s'e keni parë. Pak publicitet.
Dhe Kati që po kujdeset që t'i ketë gati të gjitha, edhe sallatjeren, edhe të gjithë këto aksesorët e tjerë që do të në duhen për të përfunduar receta. Dhe me që po kuptoj, tani do merremi me sallatën, Do merremi me sallatën, po para se të merremi me sallatën, të dashuran visa, neve sot përgatitëm edhe mish me barbunja edhe me patate karot. Me thënë kemi filluar me mishin, do me thënë fillimisht fare, një kavërdisje të lehtë të mishit, më mbrapa të lehtë, do me thënë që të marrin ngjyrë nga të gjitha anët, faktikisht është shumë herë më mirë. Më mbrapa kemi shtuar qepën, e kavërdisëm duke shtuar edhe kripë edhe piper të pjesa e qepës, pasi u zbutë qepa, shtua me njerë salcën, e kavërdisëm prapë salcën ashtu si që them gjithmonë, hodhëm piper të kuqë speci, më mbrapa shtuam pure domate, një kavërdisje të lehtë dhe shtuam me njerë edhe ujë në mas të mishit. Pasi e lam që në temperaturë të ullët në mesatare që gjella, do me thënë, mishit të bëhe, do me thënë, të zjetë, shtuam patate dhe karotat, unë i hodha këto sepse duhet të harim dhe kohë, dhe ndërkohë duhet të them për mashurkat, qoftë barbunjat, neve i vendosim në ujë të valuar, pra vendosim ujën të valoj dhe hedhim mashurkat dhe i lëm të qëndrojnë të paktën për 5-6 minuta që të bëhet një zjerje e lehtë. Pastaj i hedhim brenda të gjella. Nuk i hedhim direkt në salcë, sepse ato forsohen dhe nuk zihen. Është një sekret ky për punën e barbunjave dhe të mashurkave, sepse këto në pjesën e tyre, do me thënë të lëmuar, nuk e lejojnë nëse bie në kontakt me salcën, nuk e lejojnë, do me thënë që të zihet, forcohet pjesa jashtme. Ashtu siç bëhen edhe fasulet që janë të thata. Ka e njëjta gjë, kanë një esencë në përbërjen e tyre që nuk i lejon, do me thënë, kur bie në kontakt me salcën, ajo të, do me thënë, të ketë mundësim për të zjerë. Kështu që unë i kam zjerë, i kam kulluar dhe i kam gati tani për t'i hedhur edhe këto brenda. Shtojmë dhe këto. Tani për pjesën e lëngjeve të gjellës, unë nuk e dua me shumë lëngje, kështu që e hedhim dhe i vendosim që ato të hyjnë, do me thënë, lëngje në brëndësi. Tani do t'ishte mirë që t'i lëm akoma rreth gjysmore në temperaturë të ullët në mesatare bashkë me mishin, patate dhe këto, që të zihen përfundimisht. Në këtë kohë, unë hedhe gjysmën e sasisë majdanozit, e spërkat me pak majdanoz. Pastaj, do të hedh edhe në servirje, por tani hedhim pak. Ndërkohë në furrë ne kemi vendos lakror. Sa mirë që nga pjekur nga sipër. I hulim pak temperaturën, Anila. Është tek 100 tani. Jo ta ngrim atë, se e ula unë. T'ja ngre? Po, t'ja ngre. Sa ta qoj? Vete 180 tani se kemi ato. 180. Okej, lakrori është shumë i veçantë, është me lakër turshi. Po, Kati. Atere, do të them ambisave, në fillim këtu hedhim atë pjesën e bishtave të majdanozit. Edhe këto gjezat i lëm pasaj për servirje. Pjesën e bishtave që janë më të forta për të marrë aromë dhe shije, hedhim në fillim fare, gjë që edhe sikur, do me thënë, tu nuk është se na hikën ajo jeshilloku i se kemi pak gjethe aty. Po, kemi pak gjethe, kemi më shumë atë pjesën e kërcelit, gjë që i jep shije, por nuk ka problem. Pjesën e këtyre gjethave pasaj, do ta hedhim në momentin e fundit, kur i kemi gati për të servirur. Për të përthithur dhe kemi, do me thënë që të kemi dhe atë estetikën, por sigurisht më shumë është që për të përthithur vitaminën C që përmban majdanozi. Tani, rikthemi këtu te pjesa e sallatës. Salata, do ta bëj me patate? Me patate, po. Me vezë të zjera, që Kati... Në uruzua një gjatë të posh. Qara, Kati? Ska asgjë, nëra, pak piperi kuq. Nuk, i vajmë të lakë më mi që të kemi sa të duam. Po, bravo, mos u Tani, për punën e patates, pasi i zjem, unë i zjem me gjithë pjesën e lëkurës. Edhe i pastroj pastaj në kur ullet temperatura, i pastroj, i heq pjesën e lëkurës dhe i kam kështu. Atë që doja të thoshja, prandaj, ose me dorë, ose jo me thikë. Kjo është shumë e rëndësishme. Pse? Që mos të kryojnë, do me thënë, të qara, mos bëhet, thika e lëmon, dhe nuk i lë që të thisë në brëndësia të salcën. Interesante. Djegin tani këto, kështu që ti ma kujdes. Të ngrota duhen, faktikisht. Ndërkohë, vezën e ke ndarë të bardhën dhe të verdhën veç. Po, sepse me të bardhën do të hedhim këtu, dhe me të bardhën, me të verdhën do bëjmë salcën. Në kuptova. Shumë. I coptuam kështu. Patate të zjera. 2 vezë të zjera, karot në fije,
qep të grira imët, kemi mustardë aty. Okej, do shohim se si do të lidhen së bashku të gjithë përbërësit, po bëjmë një salat dimrore. Tani këtu, neve hedhim edhe qepën, më thënë janë qepët e njoma. Okej. Do të shtojmë karotën. Përveç qepës së njomë, mund të shtojmë edhe qepë të thatë. Se kam grirë faktikisht. Jo se duhet me dojë mos qepë nga kjo qepë e kuqe. Qepë të thatë, çdo lloj qepe që të keni. Por faktikisht për salatra, kjo qepë e kuqe qëndron më mirë, do me thënë është më e mirë. Ne përgatisim, presim dhe këto të bardhat e vezëve. Ne ti presim këtu, do me thënë. Mjeshtojmë salatës. Bashkojmë, do me thënë, këtu kemi majonezë. Para se të shtojmë majonezën, shtypim të verdhat e vezëve, hedhim majonezën, 2 lugë majonezë, 1 lugë mustardë. Hedhim mustardën, këtu kemi vaj, këtu kemi piper të kuq edhe piper të zi. Të zi. Nëse keni dhe erzat të tjera mix erzash, mund të shtoni dhe atë mixin e erzave, sepse vërtet jep një shije shumë të mirë. Dhe bën shumë të shishëm. Do të shtoj edhe pak majdanoz. Edhe majdanoz edhe kopër. Majdanoz dhe kopër. Pra patate të zirë, qep të njoma të grira imët, qep të kuqe të prerë në fije të holla, të bardhat e 2 kokrave të vezëve të zjera, karot të prerë në fije të holla, kemi shtuar tani kopër edhe majdanoz, e ndërkohë në tasin tjetër, po, kemi majonez, mustard, 2 të verdhat e vezëve, krip, piper të kuq, piper të zi dhe vaj. Kështu po përgatisim këtë salcën e cila do të... Ajo që ngeli është kosi akoma. Kemi dhe kosin e lufrës këtu, po. Ajo është që do t'i japi një shije fantastike dhe do t'a lidhi komplet salatën. Përzijem këto mirë. Më pëlqen kjo salata. Shtojmë edhe kosin. Shumë mirë duket. Si një vakti plotë, heqim hirën e parë që nëse ka në fillim fare, se e duam kosin më të plotë, po s'ka fare, du me thënë. Ishte goxhajmi. E përzijem tani. Dhe këtë salsën e hedhim tek salata. Salata është mirë të qëndroj, me thënë, të pak në 2-3 orë, do t'ishte më mirë për të shkëmbyer shijet, edhe bëhet më e mirë kur është, do me thënë, kur qëndron. Tani, ajo që ngelet, e përzijem. Më pëlqen kjo salata. Bëhet shumë e mirë, shumë e shishme, e shëndetshme, është diçka që mund ta marrim me vete edhe në punë. Ato po mendoja, po kur mendova e qepët pastaj. Mirë, mund ta na shkaloni pjesën e qepëve, nëse doni, por në momentin që marinohen kështu, qepa nuk ndihet. Ju garantoj që nuk ndihet. Tani, neve ta servirim të ka jo salti atjera aty. Dhe kemi gati një salat e plot që mund të jetë fare mirë edhe një vakt mbrëmjeje, mjafton ka goxha produkte brënda, ka edhe perimet, ka karotën, ka pataten, ka qepën. Pra, një tas i tillë, edhe për një vakt mbrëmjeje është mjaftueshëm. Sigurisht për të marrë me vete në punë, meqense është përsëri një pjatë e plot. Rëshkiti dora. Rëshket, po s'ka gjëja të ndihmoj. Më rëshkiti nga uji.
do ta shikoni sa po ta mbarojmë se kemi 4 duar këtu. Faleminderit, Anila. Ma jep mua këtu, ma vendos këtu. Faleminderit. Mi qoj unë. E bukurë, me ngjyra është, me vlera ushqyese është, e thjesht për të përgatitur. Dhe e shishme për të konsumuar. Po. Kemi gati. Shumë mirë. Nuk e di këtë pjesën e. Pak hapësirë për të vendosur pjatat e para e natyrisht për të nxjerrë dhe lakrorin nga furra. Ndërkohë në minutat e fundit do të doja që të lexojmë edhe një herë recetat e mbetura pa lexuar në këtë pjesë të dytë. Nuk e di ku mundemi, nuk e di ku duhet vendosur. Po mirë duket aty. Mirë duket. I heqim këto tani. Ja ku është një sallat dimri. Është shumë e shijshme dhe shumë e shëndetshme. Me çfarë përbërësish ne kemi bërë, jo vetëm të, por edhe gjellën me mashurka dhe lakrorin me lakër turshi. Shohim tani në ekran edhe një herë recetat. Mish me mashurka, patate e karota. 600 gram mish, një qep, 2 domate pure, një lugë salcë domatesh, një lugë piper të kuq speci, 800 gram mashurka, 2 patate mesatare, një karot, vaj, krip, piper, majdanoz dhe një gjethe dafina. Lakror me lakër turshi. 1 kg lakër turshi, 400 gram miell, 1 filxhan vaj, 50 gram gjalp, piper të zi, piper të kuq speci. Dhe salata që pam para pak minutash në ekran është përgatitur me këto përbërës. Pra kemi bërë një sallatë dimërore me patate, 3 patate të ziera, një qep të thatë, 2 qep të njoma, një karot, 3 kastarvec turshi ose një lugë kaperi, 2 ves të ziera, gjysmë filxhani kos, 2 lugë majonez, një lugë mustard, një lugë mix erzash, kopër, majdanoz, 2 lugë vaj, 2 lugë lëng limoni, krip edhe piper. Katinet e salata, kastravec turshi nuk kemi shtuar, por që do t'i shkonte. Kapari, haruam. E kemi? E kemi pa tjetër. Okej. E kishim ose alternative kapari, në po, fakt. ose kapari, ose mund të shtojnë akoma edhe kastravec turshi. Okej. Me qënë se i kishim në recet, le ta sqarojmë se unë e di që zonjat janë shumë të vëmendshme dhe ndonjëherë ja na thonë në recet faktikisht e t'ja hedhim shulat, shtuar. Jo, tu kemi Se nuk ja majdanoz. hodha dhe ju gatimit. Atëherë gjella me mashurka është gati. E zbukuruar edhe me disa degëza majdanoz. Ta vëmë dhe këtë këtu, E Anila. vendosim aty dhe pas pak do të nxjerrim edhe lakrorin nga furra. Shumë mirë. Patatja ka lidhur shumë mirë salcën Po pra. dhe prandaj hedhet patatja për pjesën e salcës. E heqim fare mirë. këtë neve tani. Pra mënyra që Kati na ka sjellë sot mashurkat, na bën një pjatë që të shijojë, pra me një lëng të lidhur, E të me konsumojmë shije. edhe me bukë. Po, ne i ham gjellët me bukë. Që të ngjyejmë lëngun, themi. Me bukë po e po. Po. Nuk. Ne Neve konsumojmë bukët në fakt. shqiptarët e kemi bukën. E duam, po. Ç'është e vërteta nuk është edhe keqe, dhe buka ka vlerat e veta ushqimore. Jam kundra atyre, domethënë Është që një burim bëhet karbohidratesh. dietë pa bukë. Çështja është e sasia, ne e themi gjithmonë, edhe Sasia, këtu. po. Sasia është ajo që na i ndryshon gjërat, sepse Nxjerrim dhe të byre gjitha duhet të Anila, edhe të konsumojmë. hedhim dhe atë kaprin aty te pjesa e kësaj. Nxjerrim lakrorin. Lakror me lakër. Me lakër turshi. Sa po ka përfunduar pjekja, ne nuk do ta presim, sepse është shumë i nxehtë, por besoj nga pamja, ju e kuptoni, që të haporeksin, të shton nepsin kështu nga syri. Mëkat? Po, Shumë e mirë duket. Edhe kapërin e kemi gati. Edhe të jashtë salatës që të jemi në rregull edhe me recetën. Nëse nuk keni kapëri pra kastraveca turshi, për të shtuar atë shijen e athët që kanë të
të dyja. Duhet ta dinë anvisat që këtë para se ta përdorim duhet ta kalojmë në ujë, domethënë ta shplajmë sepse është i kripur. Edhe në kombinim domethënë këtu me pjesën e këtyre. Shumë kur jep shumë shije, ne bën të shishëm. Podhëm shumë tani. E bëm. S'ka gjë. Ju hidhni sa të doni. E ka të nevojshme, domethënë një lugë të supës, është goxha e mirë për ta. Është goxha e sallatë. Këtu tani është gjithë një sallatë e plotë për 4 persona, nuk është thjesht për një. Është goxha. Është goxha, prandaj thash, kështu që ajo do të përzihet me pjesën tjetër dhe nuk do të jetë aq kapër sa duket në sipërfaqe. Kati, jemi në minutën e fundit, kështu që një përmbledhje apo diçka që do të shtosh për zonjat që kenë rëndësi mund ta thuash. Patjetër, atë që dua të them unë në radhë të parë duhet të falenderoj zonjat korçare, jo më domethënë, dhe zonjat që më si thua më sugjeruan për byrekun me lakër arme ose me lakër turshi. Vërtet është një recet, unë duke nisur nga ana domethënë e kuzhinës, e gastronomisë, them që një kombinim i mirë domethënë e lakrës turshi dhe tani, sidomos tani në kohët e ftohta të dimrit, është goxha i ushqishëm, goxha domethënë recet e mirë. Mënyra e të përgatiturit është ajo që zonjat e bënin me 2 pet dhe vërtet hapnin 2 pet që hapnin me kollai edhe nuk ka nevojë që ta bënin atë me shtresa. Unë e solla edhe në këtë mënyrë sepse ato më thanë që e bëjnë në të dyja mënyrat. Do të më pëlqente ajo me 2 petë që të bëhet në saç dhe vërtet ka një tjetër shije dhe bëhet shumë herë më e mirë se si mund ta bëj në furrë. Ndërsa në furrë unë mendoj që do të ishte më mirë kështu që të bëjnë me shumë peta, me shtresa petëve, me 2 petë kështu, po që me ato kuleçët. Është shumë herë më e mirë sepse merr shije, shijohen petët e këto se piqet në furrë, nuk piqet në saç. Kur piqet në saç merr edhe atë shijen e prushit, e saçit, ka tjetër shije. Kështu që i falenderoj dhe sugjeroj dhe anvisat që po na ndjekin në këto momente, pse jo ta përgatisin vërtet dhe ato në shtëpitë e tyre, sepse unë mendoj se do të ngelen shumë të kënaqura. Mënyrë se si e solla, mendoj se ishte diçka si më e plot për ditët e sotme. Patjetër mendoj. Edhe për në të gjitha trevat, sepse vërtet ajo që bëhet me 2 peta dhe bëhet vetëm me lakër dhe nuk shtojnë gjëra të tjera, mendoj se në zonat e ftohta konsumohet goxha mirë, edhe nuk është se konsumohet kështu, mund të besoj se mendoj një djatha me një kosa, me një gjë e shoqëronin patjetër. Kështu që kaq s'kam gjë tjetër, por do të them të treja recetat janë goxha të mira. Tani është koha që ti provojmë të shijojmë, kështu që të lumshin duart Katerina e të falenderoj për të treja recetat që na solle sot. Faleminderit që çdo ditë ndajmë këtë emision bashkë. Falenderoj dhe anvisat që qëndruan me ne, nga unë Katerina, mirupafshim. Kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim dhe mos hezitoni, përgatisni familjet tuaj, vendosni në tryezat tuaj familjare, sepse vërtet do ngelen shumë të kënaqura. Nuk them se këtë gjellë me barbunja nuk e përgatisni, por ka sekrete të vogla për të bërë marrë të shijen e mirë. Mirupafshim, kalofshi bukur. Ndahemi tani nga kuzhina jonë.